Fshati Luzati Tepelenës është kthyer në një hapësirë të artit bashkëkohor, duke mirëpritur 15 artistë nga 9 vende të ndryshme të botës në kuadër të Luz Art. Artistë nga Shqipëria, Australia, Çekia, Hungaria, Italia, Kosova, Rumania, Siria dhe Ukraina kanë qëndruar në Luzat dhe Gjirokastër, ku janë njohur nga afër me historinë, traditat dhe kujtesën e komunitetit. Meqense Luzati nuk kishte çati ofronte ndryshe nga fshatat e tjera vizitorëve, menduam çfarë mund t'i ofrojë një gjë të re, ishte arti. Edhe e shpallëm si projekt që quhet projekti Fshati i Artit, pra mikpritës i artit, dashamirës i artit dhe me banorët që folëm të gjithë rënë dakord, thanë hajde ta bëjmë. Këtë dhe është parë që në 3 vjet, domethënë është rritur fluksi i vizitorëve që vinë për të parë galerinë që ne kemi ndërtuar, muzeun e artit, shkollën ku zhvillohen aktivitete me artistë nga gjithë bota. Përvojat e mbledhura gjatë këtij qëndrimi janë sjellë përmes veprave të tyre artistike, duke i dhënë një dimension të ri historisë dhe identitetit të zonës. Ky është një aktivitet i rëndësishëm kulturor, mendoj, për Luzatin, por edhe për gjithë jugun dhe për Shqipërinë, sepse këtu vinë artistë nga gjithë vendet e Evropës dhe të Shqipërisë, të Kosovës, patjetër. Secili nga këta artistët realizon një punë e cila i mbetet fshatit Luzat, dhe kjo shërben edhe për promovimin e kulturës edhe të jetës fshatit dhe të rajonit, si dhe krijohet një lloj sinergjie pozitive, qoftë për artin, qoftë për turizmin, pra është një kombinim i të dyja këtyre elementeve, dhe njëkohësisht për mua si regjisor shqiptar që me banim në Prag, është një aktivitet shumë interesant sepse këtu mundet edhe të inspirohemi dhe të mendojmë për projekte që mund të jenë dokumentar ose film artistik dhe të përdorim këto vende si vende xhirimi apo për të treguar historinë e këtij eventi. E reja e këtij aktiviteti është se ne sjellim 2 grupe të ndryshme bashkë në Luzat dhe fillojmë një rezidencë e cila do zgjas 2 muaj. Artistët tanë frymëzohen në Luzat dhe mandej në Gjirokastër dhe krijojnë duke u bazuar në trashëgimin kulturore dhe në memorien e komunitetit vendas, si dhe aspektet tjera që lidhen me trashëgimin natyrore, jo shpirtërore e të tjera. Ekspozita është çelur në ambientet e shkollës Sejt Demiri, e cila përkohësisht është ndërruar në një galeri të artit bashkëkohor. Përmes Luz Art, arti ndërthuret me trashëgimin dhe jetën e komunitetit, me synimin për të promovuar vlerat kulturore të Luzatit dhe për të rijetëzuar memorien lokale përmes një gjuhe të re artistike.